Të dashur bashkëdhetar, për 5 vite, Presidentja Vjosa Osmani ka punuar ngushtë me komunitetin shqiptar-amerikan dhe me miqtë tanë në Washington. Punën që kemi nisur së bashku nuk duhet të ndalet. Objektivi ynë është i qartë, antarësimi i Kosovës në NATO. Prandaj, une e përkrahi fuqimisht një mandat të dytë për Presidentin Vjosa Osmani. Për 5 vite, Presidentja Osmani ka përfaqësuar Kosovën me dinitet dhe ka forcuar lidhjet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani më shumë se kurrë na duhet institucionet të forta, koordinim me aleat dhe leadership që nje procesin. Kosova nuk fiton asgjë nga përçarjet, bllokadat apo zgjedhjet e reja. U bej thirrje të gjithë deputetëve, pozit e apozit. Votoni Presidentin Osmani për një mandat të dytë në krye të shtetit Kosovës. Puna për antarësimin e Kosovës në NATO duhet të vazhdoj. Zoti e bekoft Kosovën, Zoti e bekoft popullin shqiptar, Zoti e bekoft popullin amerikan.